Përshëndetje nxënës, le ta vazhdojmë me mësimin virtual në lëndën fizik klasa 7 me tema. Tema e parë, një revolucion në astronomi. Tema e dytë, si formohen stinet. Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. Nxënësi, nxënësja. Një modelin geocentrik të sistemit diellor. Një modelin heliocentrik të sistemit diellor. Krahason dy modelet e sistemit diellor. Tregon arsyet që çojnë në formimin e stineve në tokë. Përshkruan formimin e stineve në tokë. Përshkruan ndryshimet ndërmjet stineve si pasojë e ndryshimit të lartësisë së diellit në qiell. Fjalë kyçe. Modeli geocentrik, modeli heliocentrik, stinet, boshti i tokës, kupa qiellore, trajektore e tokës, lidhje me fusha të tjera ose me temat ndërkurrikulare. Kjo temë lidhet me njohuritë e marra nga gjeografia dhe astronomia. Burimet, teksti i nxënësit, fizika 7, fluturia e punës, fizika 7+, enciklopedia shkencore, materialet e përzgjedhura nga mësuesi. Metodologjia dhe veprimtaritë të nxënësve, diskutim, bashkëbisedim, demonstrim, punë individuale. Situata e të nxënit. Sot, të gjithë e dimë se toka rrotullohet rreth diellit. Kur e zbuluan shkencëtarët këtë fakt? Që në lartësi është ditur kjo gjë apo u zbulua më vonë? Modeli geocentrik. Sot të gjithë shkencëtarët pajtohen me faktin që toka dhe të gjithë planetet vërtiten rreth diellit, por u deshën shumë shekuj për t'u bindur të gjithë për këtë. Le të shohim si kanë ndryshuar pikpamjet rreth sistemit diellor që nga lartësia e deri në ditët tona. Modeli geocentrik. Një nga vrujtimet më bindëse për këtë model është se toka na duket sikur nuk lëviz, prandaj ajo duhet të ishte në qendër të universit. Aristoteli mendonte se toka ndodhet në qendër të universit, sepse po të lëshojmë një trup, ai bie në tokë. Ai mendonte se të gjithë trupat bien drejt qendrës së universit, prandaj toka duhet të jetë në qendër. Më pas ishte Ptolemeu, ai që dha idenë e tij të modelit geocentrik të sistemit diellor. Modeli geocentrik sipas Ptolemeut. Ptolemeu thoshte se toka është e palëvizshme dhe ndodhet në qendër të gjithësisë. Rreth saj lëvizin Hëna, Merkuri, Afrodita, Dielli, Marsi, Jupiteri, Saturni dhe yjet e tjerë të fiksuara në sferën qiellore. Sipas tij, planetet dhe dielli lëvizin rreth tokës nëpër radhë të vegjël me shpejtësi të pandryshueshme. Këto radhë i quante epicikle. Shikoni foton. Por diçka nuk shkonte. Duke vërejtuar planetet dhe yjet, njerëzimi vuri re se lëvizja e dukshme e tyre nuk mund të shpjegojë me modelin geocentrik. Kemi parë që planetet ndryshojnë pozicionin e tyre në qiell, pra nuk lëvizin me të njëjtën shpejtësi rreth tokës. Për të shpjeguar këtë lëvizje, astronomët sajuan mënyra të ndërlikuara, por edhe ato mënyra nuk rezultuan të sakta. Modelet e para me diellin në qendër. I pari që ka paraqitur idenë se dielli është qendra e universit ka qenë astronomi dhe matematikani grek i shekullit të 3 para erës sonë. Më pas ka qenë Aristarku, i cili ka thënë se distanca diell-tokë është e vogël në krahasim me distancën e hyjeve nga toka. Sipas tij, toka ka formë sferike dhe sillet rreth boshtit të saj për një ditë, sa rreth diellit për një vit. Por idetë e tij nuk u pranuan në atë kohë, deri kur u zbulua modeli heliocentrik i Kopernikut. Modeli heliocentrik. Nikola Koperniku krijoi modelin heliocentrik. Ishte shumë e vështirë për të bindur të tjerët të pranonin këtë model. Ai kishte frikë të botonte idetë e tij. Libri u botua në gjuhën latinisht.
Në shekullin e 16, astronomi Nicola Copernicu vërtetoi se toka nuk është qendra e universit, por thjesht një planet i cili rrotullohet së bashku me planetet e tjerë rreth diellit. Për një vit, me drejtimin nga perëndimi në lindje në një trajektore rrethore. Modeli i Galileo Galileit. Galileo Galilei vërtetoi planetin e Jupiterit. Galileo Galilei ishte i pari që drejtoi teleskopin drejt qiellit. Ai vërtetoi hënat e Jupiterit, si Ganymedin, Kalista, Europa dhe Io, që ishin 4 hënat e Jupiterit. Ai vërtetoi satelitet e Galileos. Ai vërtetoi fazat e Afroditës. Modeli i Galileo Galileit. Përsëri për Galileo. Galileo Galilei ishte mbështetje për modelin heliocentrik. Ai shkruaj librin Lëmtari i yjeve. Ai zbuloi njollat diellore. Ai shkruaj librin Artikullin mbi njollat diellore. Ndryshe nga Koperniku, ai i shprehu idetë e tij. Idetë e tij i botoi në vitin 1632. Libri u botua në italisht. Kisha e urdhëroi që të tërhiqej nga idetë e tij. Shikoni modelin geocentrik në foto, shikoni dhe modelin heliocentrik. Stinet në tokë, shikoni foton, shikoni diellin, shikoni dhe pozicionin e tokës, shikoni dhe 4 stinet e vitit. Stinet në tokë. Toka vërtitet rreth diellit sipas një elipsi. Ajo herë është më afër dhe herë është më larg tij. Stinet ndodhin si pasojë rrotullimit të tokës rreth boshtit vetjak, i cili është i pjerrët në lidhje me orbitën e saj. Për shkak të kësaj pirësie, poli i veriut për 6 muaj i afrohet diellit dhe për 6 muaj të tjera i largohet. Ndërmjet stineve ka dallim në kohëzgjatjen e ditës, në temperaturat dhe në lartësinë e diellit në qiell. Shikoni foton, stinet në tokë, shikoni 4 stinet, shikoni pozicionin e tokës, boshtin e pjerrët. Stinet në tokë, shikoni fotot. Në foton e parë shikoni, kemi foton e solsticit të dimrit dhe solsticit të verës për hemisferën veriore. Shikoni edhe në foton e dytë, shikoni rrezet e diellit. Shikoni këndi i rrezeve të diellit në sipërfaqen e tokës në dimër dhe në verë. Ja bëni krahasimin se si është këndi në dimër dhe në verë, këndi i rrezeve të diellit. Detyrë shtëpie, do të punoni në vjetorin e klasës, pyetjet 1, 2, 3 në faqe 52 të tekstit, do plotësoni fjetorin e punës në faqen 83 dhe do vizatoni modelin heliocentrik të sistemit diellor. Faleminderit.